institucionet të zgjedhjeve qendrore, por tash nis pak më shumë marrë me lokale. Por duket pak më shumë që partitë kanë janë base në rand të dytë tash kuvendin të marrë edhe me kandidaturat edhe me përkrajnë kandidatëve për zgjedhjet lokale. Mendoj që është një çështje e kuvendit në rand të dytë. Jemi duke pritur që koalicioni që ka fituar me shumë të vota të vëdësohet, të reflektoj, të propozoj një kandidat të pranueshëm edhe për partitë tjera, ndërsa sa i përket procedurave për emërimin e kandidatëve për kryetar të komunave nga partitë politike, mendoj që është koha e duhur që partitë politike të vendosin se kush do të garoj për komunat. Do mendoj që është me afat kohore ashtu ose jo. Sa ngjasa që të zgjidhet problemi i kuvendit para se të kryen edhe zgjedhjet lokale, që mos interferojnë një. Po problemi i kuvendit mund zgjidhet në atë moment kur partia që ka fituar më shumë të ulse apo koalicioni që ka fituar më shumë të ulse të propozojë dikën tjetër të pranueshëm për partitë tjera. Jemi duke pritur, ne si Parti Demokratike i kemi dhënë gjitha opsionet e hapura, jemi të hapur, përveç për ata kandidatë që kanë qenë për ata deputet që kanë qenë pjesë e qeverisë kurti 2, mendoj që mënyrë nesër mund konstruohet organet kur ta të reflektojnë. Po po ne duke pasur që nuk është duke hequr dorë për emrin e kandidatit. Çoni, Partia Demokratike është duke bërë një punë mjaft të mirë, meqense është duke evituar një keqje të madhe që një kandidat që nuk është i pranueshëm, që paraqet unitet të mos bëhet kryetar parlament.